Është e vërtetë që njeriu ka mund diku patjetër pe rrethonave në të cilat gjendet. Përmendet ka qenë një halife Abdul Malik ibn Marwan. Koha Abdul Malikut ka qenë kohë fitnë, janë mbyt njerëzit, kohën e tij ka qenë Haxhaxhi, Ali, të lashe ka pas bota islamin atë kohë të shumta. Thonë dietar, në kohën Abdul Malik ibn Marwanit, kur janë ngritur njerëzit në mëngjes, kanë pyet kush u vrasët, kush u kryqëzuesët, çka ndodhi sot, se ka qenë kohë fitnë. Thot pas ti ka ardhur halife Walid ibn Abdul Malik. Kur ka ardhur ky Walidi ka qenë i dhënën pas kulturës, pas ushqimeve, pas luksit. Kanë filluar njerëzit me pyet njëri tjetrin çdo mëngjes, me çka po ushqehesh ti? Me sa gra je i martuar? Se tillë ka qenë koha. Mas ti ka ardhur halife Omer ibn Abdul Aziz. Çata njëjtë njerëz kanë pyet me sa xhuza ke fal sot namaz natë. Rreth e bën diçka tillë. A ke nxjerr zakatin? A ke dhënë sadakasat? Njëri patjetër ka mund diku pe rrethit të tij. Mirë, po besimtari duhet me menaxhu me situatën. Nëse ka rrethin që ndikon për të mirë, duhet me qëndru në të. Nëse ka rrethin që indikon për të keq, duhet mu largu prej tij. E kemi përmend të Riyadus Salihin, nëse se keni harru, ngjarjen e atij personi që i ka mbyt 100 vet. Çai ka thënë ai personi mirë, masi që ka mbytur 100-ën, i ka thënë: "Ukhruj min al-qaryati al-khabitha allati anta fiha." E ki përbërç nëse don me ta pranoj Allahu tauben, largohu prej këtij qyteti të dytë që ti je brenda tij. Edhe shko te qyteti i mirë, ku ka njerëz mirë, wa abudullaha fiha, adhuroj Zotin çatje. Se ti nuk mundesh me adhuru Zotin që të rreth në të cilën je. Teubeja jota nuk mundet mu pranu përderisa je shoqëruar me çeta njerëz. Ukhruj që ki për detyrë, ik, largohu. Kështu që besimtari e ka për detyrë veten e tij me shoqëruar me një rreth që e afron me Zotin. Nga se nuk ka maran për njeriu, sidomos nëse ka imanin e dobët, se sa presioni që ja bën shoqënia.